Sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zgjedhjet e 11 majit 2025, votuan vetëm 441.327 gra, që përbënin 42.80% të pjesëmarrjes së përgjithshme. Kjo përfaqëson një rënje me mbi 340.000 votuese krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, kur votuan 799.094 gra ose 44.99% e elektoratit. Fushata e socialistëve këtë vit nisi me një theks të veçantë mbi rolin e grave. Nën sloganin jo zyrtar, por shumë të përhapur, po deshet mbarohet puna merr një grua, që në ditën e parë u organizuan 12 mitingje njëkohësisht në çdo qark të vendit, ku protagonistët kryesor ishin gratë. Kryeministri Edi Rama u zotua publikisht nga Tirana se Shqipëria do të ketë një grua kryeministre në vitin 2030, ndërsa kërkoi votën e grave për të çuar përpara reformat dhe integrimin evropian të vendit. Megjithatë, retorika optimiste nuk u reflektua në angazhim elektoral nga ana e grave, përkundrazi pjesëmarrja e tyre era ndjeshëm edhe në qarqe ku tradicionalisht ato kanë dominuar në votime. Në qarkun e Dibrës, për shembull, kur Rama përdori tonet ashpra ndaj burrave, duke i quajtur çyryk dhe budallënj, pjesëmarrja e grave era nga 53.44% në 2021 në 51.72% në 2025. Megjithatë, pavarësisht këtij trendi, socialistët arritën të përmbysin rezultatin në këtë qark, duke dalë fitues për herë të parë pas 4 vitesh. Analistët vlerësojnë se pavarësisht përpjekjeve të PS-s për të aktivizuar gratë si bazë të fuqishme elektorale, rezultati dëshmon një mospërputhje me strategjisë politike dhe realitetit social, ku faktorë të shumtë që nga zhgënjimi deri te mungesa e besimit apo motivimit mund të kenë ndikuar në rënjen e pjesëmarrjes së grave. Në të kundërt meshkujt përbënin shumicë ndërmuese të votuesve këtë vit me 58% të totalit, duke qenë përcaktues për rezultatin final të zgjedhjeve, ndryshe nga strategjia e Ramës që u përqendrua te vota roz.